Mbrëma të nderuar, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve, këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Parlamenti miraton me 79 vota pro rezolutën që shpall Iranin si shtet sponsorizues të terrorizmit. Opozita bojkoton seancën, por ndan të njëjtin qëndrim. Bllokohet në qafbot një ngarkesë me misër me përmbajtje aflatoksine, hetohet edhe një tjetër ngarkesë e sekuestruar më herët që vinte nga Serbia. Vjem të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Me 79 vota pro dhe në mungesë të opozitës, Parlamenti miratoi rezolutën që e konsideron Iranin një shtet sponsorizues të terrorizmit. Dokumenti i kërkon që Garda Revolucionare të shpallet organizatë terroriste së bashku me grupin militant Hezbollah. Parlamenti shqiptar shpalli sot Iranin shtet që sponsorizon terrorizmin. Me 79 vota pro dhe votën abstenim të Redi Muçit nga Lëvizja Bashk, kuvendi miratoi rezolutën që shpall Iranin shtet sponsor të terrorizmit. Në rezolutë bëhet thirrje qeverisë të shpall menjëherë Gardën Revolucionare Islamike si organizatë terroriste, si dhe të shpall gjithashtu Hezbollah si një organizatë terroriste proksi të Republikës Islamike të Iranit. Vendi ynë ka qenë vetë objekt i sulmeve të drejtë për drejta në hapësirën tonë kibernetike. Sulmi rënd i vitit 2022 ndaj institucioneve të Republikës Shqipërisë ishte një nga episodet më serioze të agresionit kibernetik ndaj një vendi sovran. Dhe vetëm pak ditë më parë përsëri kuvendi i Shqipërisë ishte shinjestra e një sulmi të ri kibernetik. Këto janë akte të mirëfillta armiqësore që synojnë destabilizimin e institucioneve demokratike dhe funksionimin normal të shtetit. Në rezolut synojmë të dënojmë në mënyrë të qartë çdo formë të mbështetjes shtetërore për terrorizmin. Nëpërmjet kësaj rezolute i bëhet thirrje qeverisë të forcojë masat kombëtare dhe ndërkombëtare për të luftuar terrorizmin dhe kërcënimet kibernetike. Rezoluta që diskutojmë sot synon të shprehë qartë qëndrimin e institucioneve të Republikës Shqipërisë kundër këtyre praktikave dhe të rikonfirmojë përkushtimin e vendit tonë ndaj luftës kundër terrorizmit dhe ndaj mbrojtjes së rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla. Rezoluta jon lidhet vetëm me veprimet e strukturave e institucioneve që përdorin terrorizmin, dhunën dhe presionin ndaj shteteve të tjera si instrumente të politikës tyre të jashtme. Duke miratuar këtë rezolutë, Kuvendi i Shqipërisë, ne të gjithë bashku rikonfirmojmë se vendi ynë do të vazhdojë të qëndrojë krah lehatëve dhe partnerëve në mbrojtje të sigurisë, stabilitetit dhe rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla. Në këtë seancë mungoi opozita, e cila një ditë më parë vendosi ta bojkotojë parlamentin pasi fillimisht në rendite ishte parashikuar vetëm miratimi i kalendarit 3 javor. Por Partia Demokratike ju bashkua vendimit të parlamentit duke shpallur Iranin shtet sponsor të terrorizmit. Në një njoftim për mediat, Partia Demokratike deklaroi se shpall gjithashtu Gardën Revolucionare si organizatë terroriste. Partia Demokratike mbështet përpjekjet e SBA-s dhe Izraelit për përmbysjen e diktaturës mizore teokratike të ajatollahëve dhe zëvendësimin e këtij regjimi me një qeveri të zgjedhur nga populli, theksohet në deklaratën e Partisë Demokratike. Çdo 3 minuta, Shqipëria përballet me sulme kibernetike të natyrave të ndryshme. Pas goditjes së fundit të kuvendit nga hakerat iranian, autoritetet pohojnë se kanë shtuar masat për sigurinë digjitale. Nga Shkodra në një takim me ekspertët e sigurisë kibernetike nga Ballkani Perëndimor dhe Mëgjer, drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike Emir Kaplani bëri të ditur se Shqipëria përballet me sulme të vazhdueshme kibernetike ku sipas të dhënave, një tentativ regjistrohet mesatarisht çdo 3 minuta. Sulmet kibernetike nuk njohin kufi dhe shpesh godasin disa vende njëkohësisht. Kur një vend sulmohet, edhe vendet e tjera të rajonit mund të ekspozohen ndaj rreziqeve kibernetike. Në Shqipëri, një tentativ sulmi regjistrohet mesatarisht çdo 3 minuta, gjë që e bën luftën ndaj tyre dhe më sfiduese. Ambasadori britanik Nicholas Abbott u shpreh se sulmet kibernetike ndikojnë drejt për drejt në procese demokratike, duke kërkuar një angazhim të përbashkët për rritjen e qëndrueshmërisë. Këto incidente kanë rëndësi. Ato minojnë besimin në zgjedhje, ato ndërpresin shërbimet thelbësore, ato ekspozojnë të dhënat sensitive. Dhe këtë e kemi parë jo vetëm në këtë rajon, por edhe më gjerë. Ambasadori ndau edhe një mesazh nga vizita e tij disa javë më parë në selinë e NATO-s lidhur me këtë temë.
NATO HQ is this huge modern building. Selia e NATO-s është një ndërtesë e madhe moderne, prej çeliku dhe xhami, që përfaqëson shumë mirë idenë tradicionale të luftës fizike. Por ajo që po diskutojmë sot është një formë tjetër lufte, që zhvillohet në mënyrë të ndryshme. Dua t'ju kujtoj këtë. Edhe pse vini nga fusha të ndryshme dhe ndoshta shumë teknike, roli juaj është shumë më i madh. Në këtë mjedis të vështirë gjeopolitik, ju jeni pjesë e kësaj betejë. Ajo që bëni për të mbrojtur të tjerët është jashtëzakonisht e rëndësishme, dhe Shqipëria, siç e kemi parë, është gjithashtu pjesë e kësaj fushë beteje moderne. Konferenca për sigurim përfshiu diskutime mbi sfidat më të fundit në sigurinë kibernetike, përfshi rreziqet e zinxhirit të furnizimit dhe kërcënimet e teknologjive të reja, si dhe panele mbi sovranitetin digjital dhe praktikat më të mira europiane. Ministri i Pushtetit vendor Ervin Demo tha këtë të martë se reforma territoriale pritet të finalizohet brenda muajit korrik. Në një konferencë për shtyp, ai vuri në dukje edhe ndryshimet që do të vinë si pasojë e procesit të anëtarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Për qeverinë, korriku është një afat i mjaftueshëm për të realizuar një reformë territoriale cilësore. Ministri për Pushtetin vendor Ervin Demo u shpreh se komisioni posaçëm duhet të vijojë me punimet pa vonesa, pasi anëtarët i kanë të gjitha kushtet për të finalizuar produktin në kohë. Ne nuk kemi pse negociojmë midis kohës dhe cilësisë. Unë besoj që ne kemi kushtet e duhura për të ndërtuar një reformë cilësore. Teksa zgjodhit mos jap detaje sa i përket numrit të bashkive që do të nxjerrë reforma. Demo nënvizoi si institucionet vendore duhet të përgatiten dhe për ndryshimet që sjell procesi i anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Një lloj mënyre, një tsunami është duke ardhur nga pikpamje rregullative dhe e përgjegjësive të reja dhe standardeve të reja që bashkitë duhet plotësojnë, si rrjedhoja procesin të integrimit. Ndonë se qeveria ende nuk ka përfunduar me miratimin e zonave prioritare, sa i përket nismës së paketës së maleve. Ministri tha se numri i aplikantëve ka shkuar në 400. Sot që ne flasim, ne jemi të një shifër rreth 400 aplikime, por duhet kuptojmë, po flasim për këtë 400 aplikime të cilat kanë probabilitet shumë të lartë suksesi. Nuk po flasim për shprehje interesi në këtë fazë. Po flasim për aplikime të cilat janë brenda zonave prioritare që janë shpallur. Gjatë konferencës për shtyp, Demo u ndal dhe tek përgatitjet për sezonin turistik. Ai theksoi se bashkitë po punojnë ngushtësisht me institucionet qeveritare për pastrimin e zonave bregdetare dhe atyre pranë liçeneve, ku pritet fokus i lartë turistësh. Sali Berisha deklaroi këtë të martë se do të rikandidojë për të mbajtur drejtimin e partisë. Ai u tha gazetarëve se vendimi për të kërkuar një tjetër mandat nuk bie ndesh me statutin. Sa i takon Nenit për dorëheqje në rast të humbjes së garës elektorale, Berisha këmbëngul se zgjedhjet janë vjedhur. Në 23 maj Partia Demokratike do zgjedh kryetarin e saj dhe lideri historik Sali Berisha do të jetë sërish kandidat. Sali Berisha, i cili është ndër themeluesit e PD-s, ka drejtuar këtë forcë politike për 21 vite me radhë. E sot para gazetarëve nuk hezitoi të konfirmoj se do të kërkojë një mandat të ri 4 vjeçar. Mund të më thosh pa kush të tha ty që jo njëherë. Kush e bërë të pyetje? Kaq përgjigje. Me iniciativën e vet Berishës në kuvendin e 11 dhjetorit të vitit 2021. Në statutin e Partisë Demokratike u vendos një pikë, e cila garantonte largimin e kryetarit pas humbjes së zgjedhjeve parlamentare. Ky nen sankcionon në rast se pas shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve të përgjithshme për kuvendin, partia nuk rezulton forcë fituese qeverisëse, mandati përfundon menjëherë dhe automatikisht për shkak të statutit. Në këtë rast, kryetarit që i përfundon mandatit nuk i lejohet kandidimi në zgjedhjet pasardhëse për kryetar partia. Por Sali Berisha sot në konferencë me gazetarët deklaroi se rikandidimi i tij nuk e shkel statutin e PD-s. Neni ka flet për zgjedhje, jo për farsë elektorale. Nëse ka një realitet absolut të padiskutueshëm, është zgjedhjet ishin farsë elektorale. Sa herë zgjedhjet humben kur ato janë normale, është detyrë atij që udhëheq të largohet, t'jap dorëheqjen. E them, e kam thënë do ta them. Farsa elektorale është tjetër. Është detyrë të luftojë diktaturën. Ndërsa Partia Demokratike ka nisur punën për ndryshimin e statutit, Berisha konfirmoi se neni për dorëheqjen e kryetarit të partisë nuk do ndryshojë. Ai nen nuk ka pse të psojë asnjë ndryshim. Ai bën fjalë për zgjedhje.
Sali Berisha u zgjodh kryetari i Partisë Demokratike në vitin 91, pak muaj pas krijimit të forcës së parë opozitare në vend. Ai u largua nga drejtimi i PD-s nga viti 92 deri në vitin 97 kur mbante postin e presidentit të Republikës. Berisha u rizgjodh kryetari i Partisë Demokratike në vitin 97, post të cilin e mbajti deri në vitin 2013 kur në krye të Partisë Demokratike erdhi Lulzim Basha. Pas vendimit të zotit Basha për përjashtimin e Sali Berishës nga grupi parlamentar në shtatorin e vitit 2021, lideri historik i PD-s, Sali Berisha nisi lëvizjen për rithemelimin e Partisë Demokratike, duke shkarkuar Lulzim Bashën e në majin e vitit 2022 demokratët e votuan sërish si kryetarin e tyre. Kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Benet Beci, së bashku me 5 të pandehur të tjerë do të gjykohen nga gjykata antikorrupsion. Dosja e tij dhe disa ish-zyrtarëve kaloi për gjykim. Beci dyshohet se ka kryer shkelje të barazisë të pjesëmarrësve në tendera kur drejtonte korporatën elektroenergjetike shqiptare. Bëhet fjalë për një procedurë të nderuese me vlerë rreth 700.000 euro. Autoriteti i kombëtar i ushqimit bllokon me qindra kilogram mish pule të KM-s. Trupa inspektuese e AKU-s konstatoi kushte higjieno-sanitare të papërshtatshme si dhe prani të mykut, ndryshkut dhe lagështisë në ambientin e përpunimit. Për këto shkelje u mor masa e menjëhershme e bllokimit të aktivitetit, si dhe bllokimi i produktit të pasigurt. Është zbardhur ngjarja e ndodhur 2 ditë më parë në Lezhë, ku shkatrua me tritol automjeti efektivi të policisë Gentian Gjeta. Pas hetimeve dhe kqyrjes së kamerave të sigurisë, policia arrestoi autorin e dyshuar, Fation Rika, 32 vjeç, me precedent penal në Itali për vjedhje me armë. Ai u kap në një fshat të Kurbinit teksa lëvizte me motorin që dyshohet se përdori për të kryer shpërtimin. Gjatë kontrollit në banesë u gjet një armë gjahu pa leje, ndërkohë hetimet vijojnë për identifikimin e një bashkëpunëtori të mundshëm. Sipas burimeve, pista kryesore mbetet goditja për shkak të detyrës. Një aksident tragjik ndodhi paraditen e kësaj të martën në afërsi të gjykatës së Tiranës. Një grua 72 vjeçare, e cila po lëvizte me një motor elektrik, u përplas nga një autobot ujë duke humbur jetën në vend. Policia shkoi menjëherë në vendin e ngjarjes, por pa mundur dot të jap ndihmën e parë gruas, e cila nuk arriti të mbijetonte. Nuk dihen ende rrethanat e aksidentit, ndërkohë që shoferi i autobotit është shoqëruar në polici për të dhënë shpjegime mbi aksidentin. Një tjetër ngarkesë me misër me përmbajtje aflatoksine është bllokuar nga autoritetet tona doganore në qafë-botë. Më herët janë bllokuar sasi të mëdha që kishin hyrë nga Serbia, por inspektori i përgjithshëm Dashnor Sula thotë se nuk ka rrezik për konsumatorët. Rreth 24 ton misër i importuar nga Greqia i destinuar për ushqim kafshësh është bllokuar në pikën kufitare të qafë-botës në Sarand pas kontrollave të kryera nga autoriteti kombëtar i ushqimit. Analizat kanë treguar praninë e një niveli të lartë të aflatoksinës B1, ndërsa AKU ka bllokuar të gjithë sasinë e misrit dhe ka nisur procedurat për azgjësimin e saj. Pak ditë më parë edhe në Shkodër u konstatua një sasi misri me aflatoksin që kishte hyrë nga Serbia përmes pikës së Hanit të Hotit. Në vijim të verifikimeve është konstatuar se subjekti ka administruar rreth 104 ton misër rifugjo të importuara në periudhën nëntor-dhjetor të vitit 2025. Theksoj në periudhën nëntor-dhjetor të vitit 2025. Kjo sasi është gjetur e përzierë dhe pa identifikim lote, pra pa gjurmëshmëri. Në momentin e verifikimit fizik nga trupa inspektuese Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Shkodër, në datën 4 mars të vitit 2026 janë konstatuar vetëm 9.5 ton në gjendje pra misër rifugjo, duke krijuar dyshime për lëvizje të paligjshme të produktit. Misri ishte për përdorim në pulari, por kryeinspektori Dashnor Sula shpjegoi se nuk ka rrezik për konsumatorët. Duhet të theksoj qartë se rasti lidhet me ushqim për kafshët dhe jo drejt për drejt produktin final për konsum për qytetarët. Deri në këtë fazë nuk ka evidencë të konfirmuar për rrezik të drejt për drejt nga vezët.
Për rastin ka nisur hetimet edhe nga Prokuroria e Shkodrës. Inspektorati i përgjithshëm njoftoi se sasia e gjetur me misër do të asgjësohet, ndërsa subjekti importues është gjobitur, po ashtu janë dërguar për verifikim disiplinor 10 inspektor. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë përpafshim.